Refuzimi i akordimit të shtetësisë qytetarëve shqiptar me arsyetimin se rrezikojnë sigurinë e shtetit është arbitrar dhe as pak i bazuar në fakte. Eksperti juridik Bekim Kadriu sqaron se Ministria e Brendshme nuk ofron asnjë arsyetim apo shpjegim në aktvendimin e saj se përse këta persona janë të rrezikshëm për vendin, përpos faktit që janë shqiptar. Shpeshherë arsyetimet janë banale, ndërkaq refuzimi i akordimit të shtetësisë bëhet në kundërshtim me ligjin për shtetësi. Problemi më i madh në këtë drejtim është se Ministria e Punëve të Brendshme këto kushte i interpreton shumë në mënyrë arbitrare dhe pa patur arsye të fuqishme i refuzon aplikacionet ose kërkesat e shqiptarëve që jetojnë në Republikën e Maqedonisë për fitimin e shtetësisë së saj. Në këtë drejtim mendoj që të përmirësohet kjo gjendje, që të zbatohet dhe implementohet ligji për shtetësi, kërkohet një transparencë më e madhe nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme, një vullnet më i madh politik, e treta, mendoj që qytetarët duhet të shfrytëzojnë në maksimum mjetet juridike që u jepen në dispozicion, ankesat ose mjetet jashtëzakonshme juridike, eventualisht ndonjë mundësi që të shkohet në gjykatat ndërkombëtare, sidomos flas për gjykatën evropiane për të drejtat e njerëzit. Një problem tjetër që hasin qytetarët shqiptar gjatë aplikimit për të fituar shtetësinë është edhe mosnjohja e gjuhës maqedonase. Kadriu sugjeron që kjo çështje të kapërcehet përmes ndryshimeve ligjore, që do të parashikonin që qytetarët të dinë të paktën njërin nga 2 gjuhët zyrtare në Maqedoni, respektivisht gjuhën shqipe. Të tillë zgjidhje ka Kosova, sugjeron Kadriu. Është interesante dhe pak paradoksale se ka persona që nuk e fitojnë shtetësinë e Maqedonisë vetëm për arsye se nuk e dinë gjuhën maqedone, a janë shqiptar dhe gjuha shqipe është gjuhë zyrtare sipas kushtetutës së Maqedonisë. Mendoj që ka hapësirë të bëhet një ndryshim dhe të parashihet që personi të mund ta fitojë shtetësinë nëse njeh së paku njërin nga 2 gjuhët zyrtare të Republikës së Maqedonisë. Sipas Kadriut, çështja e shtetësisë së shqiptarëve duhet të zgjidhet në kuadër të marrëveshjeve politike mes partnerëve të koalicionit, për faktin se problemi është politik dhe jo juridik. Mendoj se një dialog i rëndësishëm politik mendoj se mund të determinojë zgjidhjen e këtij problemi krucial. Saga e qytetarëve shqiptar të cilëve ju mohohet e drejta për shtetësi zgjat prej më shumë se 20 vitesh, respektivisht nga pavarësia e vendit, ndërkaq këta persona janë të privuar nga të drejta të shumta, si në arsim, shëndetësi, asistencë sociale e të tjerë. Pak ditë më parë, Ministri i Drejtësisë Adnan Njashari deklaroi se ka kërkuar nga qeveria që personat që kanë nevojë për analizë ADN-je për të marrë nën shtetësinë të çlirohen nga pagesa e shtrenjtë. Por kjo nuk e zgjidh të gjithë fenomenin e mungesës së shtetësisë për mijëra shqiptar në Maqedoni.